Si votoi Gjakova në qytet dhe në fshatra? Në zgjedhjet komunale në Gjakov garuan 2 kandidat kryesor. Ardian Gjini, kandidat i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, me koalicion parazgjedhor me Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ardian Gola, kandidat i lëvizjes Vetvendosje, i cili garoi pa ndonjë koalicion parazgjedhor. Në qytetin e Gjakovës, Ardian Gola nga Vetvendosje shënoi fitore të thellë në të gjitha shkollat, me përqindje deri në 60.45%, siç ishte rasti në shkollën Fehmi Agani. Ndërkaq, në fshatrat e komunës së Gjakovës, dominim të plot pati Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, me përqindje të larta votash deri në 90.08%, siç u regjistrua në fshatin Novosel. Pra, në të gjitha shkollat e qytetit, fitues bindshëm ishte Ardian Gola, ndërsa në të gjitha fshatrat, Ardian Gjini doli fitues me rezultat të lartë. Në përfundim, rezultati final i zgjedhjeve në komunën e Gjakovës ishte Ardian Gjini 56.03%, Ardian Gola 43.97%.